Me ftesë të Bashkisë së Vlorës dhe mbështetje të Ministrisë Jashtme, trupi diplomatik ishte për 2 ditë me radhë në një vizitë në qytetin e Vlorës, ndërsa sipari i vizitave u çel nga manastiri i Zvërnecit për të përmbyllur të shtunën në Llogora. Gjatë një interviste të dhënë për televizionin 6+1 Vlora, kryetari i Bashkisë Ermal Dredha tha se Vlora ka se çfarë tu tregoj ambasadorëve. Kryebashkiaku zbulon se kjo vizitë ishte jo vetëm për të eksploruar qytetin dhe zona turistike të tij, por edhe për të parë mundësi për investime. Kanë zgjedhur Vlorën për turin e ambasadorëve, i cili në fakt zhvillohet nga Ministria e Punëve të Jashtme, në bashkëpunim me Bashkinë në këtë rast, sepse u zgjodh Vlora. Ndihem shumë mirë sepse kemi çfarë të tregojmë, kemi çfarë të promovojmë dhe është edhe një motiv shumë i mirë që ata të bëhen edhe një farë udhëfyesi apo guide për tjerë tuaj që ata përfaqësojnë për të zgjedhur Vlorën si vend për të ardhur për turizëm dhe jo vetëm edhe për të investuar. Dredha thekson se ambasadorët kanë kërkuar shumë informacion dhe se u larguan me përshtypje pozitive nga Vlora. Pyetjes se kush nga ambasadorët u kënaq më shumë, kryebashkiaku Dredha i përgjigjet si ish diplomat. Më shumë u kënaqem ne të Vlorës si ishim mikpritësit. E kemi zakon sa herë që ftojmë njerëz na duket na hapet zemra dy fish, sepse është edhe pjesë e mentalitetit e karakterit ton. Mikun e trajtojmë më mirë se veten dhe këtë lloj ndjesie përçuam edhe te ambasadorët. Kryetari i Bashkisë së Vlorës Ermal Dredha theksoi se pritshmëritë janë të larta nga disa ambasadorë, si ai i Japonisë, Turqisë apo edhe Italisë, që treguan gatishmërinë për të dedikuar fonde të posaçme për Vlorën, për projekte dhe investime të rëndësishme. Vlora i pëlqen të gjithëve, por ne mundemi t'i tregojmë dhe ato detaje që ata nuk i kanë vënë re, pra pak kohë sa mund të kenë qenë në vizita pune. Çfarë prisni ju pas kësaj vizite? Në fakt ka qenë shumë konstruktiv apo na shërbeu dhe neve, sepse me disa ambasadorë të cilët kanë edhe ca buxhete nga shtetet e tyre, kanë buxhete dedikuara sa i përket edhe ndihmës si mund të jepen për pushtetin vendor. Në ambasadorin e Japonisë kam një rast që është shumë i ambasadorin turk, gjithashtu ambasadorin italian, të cilët treguan edhe gatishmërinë që të jenë pararoj sa i përket edhe aplikimeve që mund të bëjmë ne për të thithur fonde të dedikuara për problematika ndryshme që mund të shërbejnë qytetit. Dhe gjithmonë ka të bëjë me pjesën e ambientit apo dhe funksionimit të shërbimeve në qytet. Edhe për zjarr fikset kemi folur, edhe aty kemi marrë një farë mbështetje në parim, por duhet jemi të vëmendshëm si të aplikojmë që mos të jemi të vonuar në kohë sa i përket aplikimeve. Kryetari i Bashkisë së Vlorës Ermal Dredha shoqëroi ambasadorët për 2 ditë në të gjitha zonat turistike dhe historike që ata shkelën në territorin e qytetit të Vlorës, ku njohën më afër nga qytetin, zonat dhe atraksionet turistike, por edhe ku premtuan projekte të rëndësishme për të ardhmen.